Një parajsë e lirë në Rivierën Shqiptare është ky titulli i një artikulli mjaft interesant publikuar në faqen e prestigjozes New York Times për Rivierën Shqiptare, ndërkohë që ka nisur edhe sezoni i pushimeve. Materiali është shkruar nga Seth Kugel, i cili ka vizituar personalisht brigjet e mrekullueshme të vendit tonë, nga Vlora në Sarand, një zonë e njohur ndryshe si Riviera Shqiptare. Fillimisht ai flet për fshatin Ilias, ku është përballur me një pamje mahnitse. Përtej rrugës, reporteri shikon një plazh idilik, siç e quan ai, një plazh me guralec të vegjël, ndërsa diku ka dëgjuar të flitet për manastirin, sikur të kërkonte një godin ku qëndrojnë murgj apo murgesha. Por në fakt, ai gjen një plazh të mrekullueshëm në bregun Jonian, në blunë e thellë të detit. Në afërsi të plazhit vjon artikulli, shihen bunker të shumt, të vendosur aty që nga koha ish diktatorit Enver Hoxha. Nuk shihet këmbë njeriu në këtë plazh, gjithçka është inja, shkruan autori, duke ju referuar këtij ambienti, ndërsa tregon se i mjafton vetëm kaq për të zhveshur e përtedhur në ujin e kristalt, duke regjistruar gjithçka në këtë udhëtim. Bëhet fjalë për gjirin e GPS, një gjë mrekullueshëm. Dhe pasi del nga uji, gazetari shet 2 turistë austriak të vendosur pranë një shkëmbi të zonës, ndërsa qeshin me të. Shqipëria është padyshim një vend shumë i bukur, ku me 500 euro në javë mund të bësh ç'të duash, thot Kugel, ndërsa përmend marrjen me qira të makinës për 4 ditë, një dhomë fjetjeje, ngrënien, konsumimin e kafes apo edhe pijeve freskuese. Në restorantet e hapura nga banorët e zonës, mund të konsumosh një vakt ushqimi me 8 euro, detajon artikulli. Udhëtimi në Rivierë është shumë i bukur, duke nisur nga Vlora, edhe pse në këtë qytet mbizotëron kaosi. Pasi rrugët nuk kanë emra, drejtuesit automjeteve i ngasin makinat me shpejtësi, ndërtime vend e pa vend e të tjera. Por kjo nuk është aq e habitshme për Shqipërinë, një ndër vendet e varfra të Europës e dal nga diktatura komuniste, prej më pak se një çerek shekulli. Reporteri përshkruan edhe bulevardin Vlorë Skel, ku dallohen lehtësisht burrat që tymosin duhan si oxhak dhe luajnë domino. Himara është një tjetër pikë turistike, e përzgjedhur si vend qëndrim për një natë në këtë udhëtim për gazetarin e New York Times, i cili shëtit edhe parkun kombëtar të Llogaras. Himara, tregon Kugel, nuk ka ndoshta plazhet më të mira, por të habit me gëlimin e fast foodeve apo pikëshitjeve të sufllaqeve që janë me shumicë. Diku më tej, shihet edhe një njeri që ka hipur mbi një gomare e kalon përmes qytetit, e një ndërthurje e tillë duket se i tërheq vëmendjen turistit gazetar, i cili thotë se ka shijuar edhe gatimin në njërin prej tavernave të zonës. Dikush e ka ftuar atë të provojë edhe rakin, pije alkolike tradicionale e shqiptarëve. Kugel shprehet se i pëlqen shumë kalaja Himarës, edhe pse disa zona është e vështirë t'i gjesh pasi mungojnë tabela drejtuese. Udhëtimi i gazetarit amerikan përmend edhe qytetin e lashtë të Butrintit, një zonë turistike që ja vlen të vizitohet, apo edhe plazhi i Jalit, që shihet rreth 3 milje larg rrugës kryesore. Në të janë vendosur çadra që jepen me qira dhe mikpritja është për t'u vlerësuar. Në fund të artikullit shkruhet se cili do mund të shkojë në Shqipëri nga çdo vend i Europës, edhe pse vetë gazetari sugjeron një kombinim udhëtimi, ndoshta duke nisur nga Greqia, Italia apo ndonjë vend tjetër i Ballkanit. Ai informon edhe për udhëtimet automobilistike, oraret e tyre dhe çmimet që ofrohen për të parë më tej një vend të tillë.